Gazeta Sport Express është treguar shumë e ashpër me sulmuesin e kombëtares son Armando Broja, duke i dhënë një notë të ulët për sa i përket këtyre kualifikuesve të kampionatit botëror në të cilat Shqipëria arriti play-offin historik. Armando Broja me notën 6.5. Nota e këtij edicioni historik, shkruan Sport Express. E duam shumë dhe ende besojmë se është i vetmi lojtar që mund të dërgojë imazhin e Shqipërisë atje ku askush nuk ka mundur më parë. Por nëse flasim për kualifikueset që ka zhvilluar, ka qenë padyshim më i dobti dhe këtu duhet të tregojmë realitetin. E pritëm me Anglinë dhe e dha një shkëndij të parë. E pritëm me Andorrën në shtëpi dhe asistoi, por nuk ishte i lumtur pasi nuk shënoi gol. E pritëm me Serbinë dhe nuk ishte aty. E pritëm me Letoninë dhe sërish nuk ishte aty. As me Serbinë në transfer dhe as me Andorrën në transfer në ndeshjen historike. Broja dje për herë të parë pa veten në pasqyrë dhe kuptoi se sa poshtë ishte niveli të lojtarit që është në të vërtetë, por kjo nuk zgjidhet me të qarë, por duke i dhënë këmbëve dhe të kthehet me punë në nivelin më të lartë. Urojmë që këtë herë Broja të ketë reflektuar me të vërtetë dhe të ketë një inat më të madh me veten e tij se sa me Silvinjon. Urojmë që këtë herë Broja të ketë reflektuar me të vërtetë dhe të ketë një inat më të madh me veten e tij se sa me Silvinjon. Urojmë që të jetë inati një njeriu që e kupton se nuk është në vendin që i takon të jetë si nivel, se sa një njeriu që kërkon vetëm vëmendjen maksimale dhe e merr atë në një mënyrë apo tjetër, si një fëmijë përkëdhelur. Pas të qarës, fusha dhe topi janë aty, askush nuk po i heq Brojës asgjë. Për momentin është paradoksalisht më i dobti i Shqipërisë dhe lojtari me potencialin më të madh te Shqipëria.